Një aksident me pasojë vdekje ka ndodhur në aksin rrugor Strum-Roskovec. 2 automjete janë përplasur me njëra tjetrën dhe me një motor dhe si pasojë e përplasjes së fortë, drejtuesi i motorit i identifikuar si Klajdi Hoxha, 33 vjeç, ka marrë dëmtime të rënda. Ai është transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Fierit, por nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra. Në vendngjarje ka mbritur menjëherë policia dhe grupi hetimor të cilët po punojnë për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti me pasoja fatale. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.